Përshëndetje, të ju paraqitem nga sheshi i Veriut të Mitrovicës. Thënë të drejtën isha pak me afër zyrës së listës serbe, mirë po për shkak të zhurmës nga qendra Dacak më çej e pamundër të qëndroja afër dhe thash të vi pak më poshtë në mënyrë që të raportoj pak më qetë. Nga Mitrovica Veriut raportohet se të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë, ndërsa pak minuta më parë nga zyra e listës serbe bashkë me mbështetësit e listës serbe kanë shkuar një grumbull i serbëve për të votuar si zakonisht bëjnë edhe rëndëm në çdo zgjedhje lokale. Kryesisht kanë qenë me 10 persona mbështetës të listës serbe që kanë shkuar për të votuar. Ndërkohë edhe policia e Kosovës ka njoftuar që në orët e hershme të mëngjesit se për Veriun ka bërë një operacion për që në mënyrë që të shkojnë mbarvajtja e zgjedhjeve sa më mirë në 4 faza, ku deri më tani nuk raportuar për asnjë incident. Është vërtet një, të themi, traditë e listës serbe, që më veti të marrë edhe votuesit dhe të shkojnë në vend votime. Ndërkohë, është kjo pikërisht ajo për çka u raportua se është rritur fluksi ka grumbuj. Do thotë këta janë njerëzit që janë sjellur në vend votime me zyrtarët e listës serbe. Mund ta themi këtë? Nuk e di nëse mund ta themi këtë. Zakonisht ky grumbull ka qenë prej 10 personave, dhe me thonë ka qenë vetëm ky grup dhe tjera nuk janë parë, por nuk e di tash çfarë do ndodhë në orët në vazhdim.